Grabitje në mes të Prishtinës. 15 metra tërheqet zvarr 67 vjeçare. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Prishtinën mbrëmjen e së enjtës, kur një qytetar ka rënë prej e një grabitje të dhunshme në rrugë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20, ku viktima Ipik B, 67 vjeç, ka treguar se teksa po ecte në këmbë, një vetur Audi me ngjyrë të zezë është afruar pranë tij dhe një person e ka sulmuar. Sipas dëshmisë së viktimës, grabitësi ka tërhequr çantën e tij me forcë, duke shkaktuar një situatë të tmerrshme, ku ai është tërhequr zvarr prej një distance 10 deri në 15 metrash, derisa grabitësit kanë arritur të marrin çantën dhe janë larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Në çantën që i është grabitur, viktima kishte një shumë të konsiderueshme parash, 3.000 euro, $180 amerikan si dhe disa kartela telefonike. Viktima ka theksuar se për shkak të errësirës dhe shpejtësisë së veprimit të grabitësve, ai nuk ka pasur mundësi të identifikojë asnjë prej tyre. Hetimet janë në vazhdim, ndërkaq policia e Kosovës është angazhuar për të identifikuar dhe kapur autorët e kësaj grabitje brutale.